Sera Maduro është kreu i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se Palloshi Lubis është pengu i saj. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se Gyzagasi është Rama i Errësirës dhe se Mirlinda e Akshit është si motër siameze e lindës së Surrelit. Sot, shumica e shqiptarëve po e kuptojnë dhe se Rama ka blokuar drejtësinë për të mbrojtur veten, familjarët e tij, pasi ka vjedhur jo miliona po miliarda. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se kryehajduti i shqiptarëve nuk iken nga drejtësia, por ai përmbyset vetëm nga zemrimi, revolta dhe vetëm revolta juaj. Mirë po, nëse sot gjendemi në kilometrët e fundit të opozitës tonë, përveç arritive tona dërtanishme, edhe për një arsye tjetër, ne do triumfojmë. Dhe kjo arsye është kriza e thellë, që Edi Rama po kalon, me narkoshtetin që po i shembet përsipër, e pat ju vetë. Një javë të tërë, Edi Rama kërkosej me një ftesë formale që presidenti Donald Trump ju kishte bërë vendeve partnere për bordën e paqes. E pas se si Rama e përdori atë ftesë për të shitur veten, sigurisht arkitekti i bordit, sigurisht themeluesi, por çfarë ndodhi? Ndodhi që në mbledhjen themeluese të bordit, aty ku firmos bordi i paqes në Davos, Edi Rama nuk e pranon të salla. Edi Rama gjendej në parlament, duke bërë avokatin e Lubis, duke uluritur, duke sha si ordiner opozitën. Miqtë e mi, koha ka ndryshuar. Stina është e jona. Ne sot nuk jemi më një parti. Nuk jemi këtu as për një individ. Nuk jemi këtu për asgjë tjetër, por jemi këtu për ndërgjegjen tonë. Jemi këtu për idealet tona. Ne jemi këtu për ndërgjegjen tonë kombëtare si shqiptar, sepse nuk duhem e nuk pranojmë më kurrë që Shqipëria të vjedhiset në honet e historisë, të shpopullohet dhe të ecë sigurt drejt shkretimit nga banorët e saj. Ne jemi këtu si ndërgjegje dhe ditet njerëzor, se nuk mund pranojmë kurrë që për karrigën e krimit të Edi Ramës, zgjedhjet tona të shtrohen në opozitë. Ne jemi këtu si ndërgjegje dhe ditet njerëzor, se nuk mund pranojmë kurrë që pasuritë publike, taksat e shqiptarëve të plaçkiten nga një grup qeveritarësh, kurse shqiptarët të zhyten çdo ditë me thellë në varfëri dhe mjerim. Ne jemi këtu si ndërgjegje qytetare, si ndërgjegje njerëzore, se s'mund të pranojmë kurrë këtë agresion të tmerrshëm kundër familjes shqiptare. Ne jemi këtu si qytetarë të denjë të këtij vendi, se nuk mund të pranojmë kurrë këtë emër të zi që Edi Rama i ka dhënë Shqipërisë si narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë. Prandaj, të dashur qytetarë dhe qytetarë, sonte
është thirrja e madhe. Shtora jon, të bashkohemi, për të përmbysur këtë qeveri, për të krijuar një qeveri teknike, për zgjedhje të reja të ndershme, për një vizion të ri për Shqipërinë dhe shqiptarët, për dignitetin e tyre, për interesin kombëtar, për familjen shqiptare, për ëndrrën e të rive shqiptarë në Shqipëri, për ligjin dhe kushtetutën dhe barazin para tyre, për luftën me zero tolerancë ndaj krimit dhe korrupsionit, për Shqipërinë që ecën e sigurt drejt integrimit në Europë. Edhe njëherë, ju ftoj të bashkohemi, të vazhdojmë të betejë, të vazhdojmë të rrugë në kilometrin e fundit, në kilometrin e fitores. Rrofsh ju, rrofsh Shqipëria, fitore, fitore, fitore.